dhe para kamerës e Mila Jemzekës ose para mikrofonit të tij deklaron që atë dhe motrën e tij e kanë dhunu. Po më kumbrengos mu pse ai nuk e nxjerr videon teme. Po pse nuk u bë kur burr një herë me nxjerr videon e një vajze që nuk po du m'ja përmend emrin, kur haptazi para neve ushtarëve dhe para kamerës e Mila Jemzekës ose para mikrofonit të tij deklaron që atë dhe motrën e tij e kanë dhunu serbët dhe i tregon kush janë dhe kur kjo video nuk ka dalë në publik. Dhe ajo është nuk ka publikuar. Unë besoj që ajo është femna e parë shqiptare që është deklaruar haptazi para kamerave që është dhënë nga serbët. Ajo konkëshore. Ajo ka qenë konkëshore, po se s'po do t'ja përmenden, ndoshta ajo sot është e martuar, inshallah ka fëmijë, inshallah është rritun, i dëshiroj çdo të mirë, po ajo është femna e parë që është deklaruar haptazi. Po besoj që dolin zbardhën edhe këtë rose. Nuk po di arsyen pse nuk janë publikuar deri tash. Nuk besoj që e kanë dëmtuar realitetin e luftës. Unë po them, gjeneratat e reja po kanë problem me kuptuar të vërtetën. Nuk di pse shefen gjanat. Na sot jem liri. Na sot duhet gjeneratave tjera të reja t'ju trasojmë rrugën dhe t'ju thojmë vërtetën. E vërteta nuk po të qesh. Pse e din ata të cilët po merren me televizione dhe me gazetari.